Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akumet me Allah subhana të elos dhe ati përgjërom që të lafdroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjëdhe. Të ndodhë lëzër, shpesh njerëzit përcaktohen në disa vlera, në disa domethënie, në disa përcaktime të mira, mirë po nga një përcaktues ose nga një përcaktim shumë modest, deri në taj një përcaktim shumë kulmor ekziston një dallim shumë i madh. Është normale ndonjëherë me ekzistu një dallim deri diku. Me dallu si nata me ditën, a e vlera e njëjtë, me dallu domethënë pa krahasueshëm, sikur nuk ka shumë domethënie, saktësisht. Për shembull, shumë njerëz falen. Me po ka njerëz të çështja e faljes absolutisht kërkon si janë veset e forma. Është qartë, thjesht veç kthehet ka kibla, merr tekbir, mirë po përjetimi, domethëniet, sforcimi lidhjes me Allahun subhanallahu teala, këtë këtu i mungoj. Ky kur ta analizojsh kështu me radhit në foldera, mundesh me thonë që ky falet, apo e konsideron domethënë që ky është namaz falës. Mirë po sa është domethëniet e namazit, të shpirti i namazit, të frytshmëria e namazit, asnjë kjo është domethënë shumë që lë për tu dëshiruar. Ose për shembull të agjerimi. Njerëz të agjerojnë. Me për shembull shumë pak njerëz e kanë agjerimin për me thy nefsin. Shumë pak njerëz e kanë agjerimin për me mujt me reflektue se si domethënë është gjendja e të varfrit ose se si është gjendja e pafuqisë tonë dhe se sa ti je i varur për shkak të jap Allahu subhanahu wa taala. Ti mundesh më kon fjalë bie për shembull njëri më i pasur në botë. Apo mirë po mundesh më gjend në një vend ku s'ka ushqim. Edhe vjen në moment me nuk kuptu se nuk u bëj ka gjithë shka me parë, po domethënë Allahu ti pas ka bë do ligje me të kallësu se sa i varti je kështu më radh. E rëndësishme. Na këtë falmo, këtë agjerojmë, po jo krejt ikin ato domethënie. Jo krejt dalmi për ibadetit me çeto reflektime. Jo krejt dalmi për adhurimit të caktuar për katës me këtë frytshmëri kështu më radh. E njëjta ndodh edhe me atë që kena me trajtuar sot inshallah. Saktësisht kena me trajtuar sot inshallah shkakun e parë që ka përmendur Ibn Qayyim që më shumë të dashnon dashnin për Allah. Me por rallë pak e ndoshta domethënë më e shpeshta është e kundërta, apo? Rallë pak domethënë e gjojmë që njerëzit i qasën çësaj vlere, i qasën kësaj domethënie, i qasën këtij ibadeti nga këndvështrimi që kjo ta shton dashurinë për Allah. Keni vëmendjen? Me të thonë tash tyje ose bashkërisht. Hajde secili me kallëzon një hadith për vlerën e kësaj që kena me trajtuar sot. Besoj këtë kena me ditë ka një hadith, ka një fjalë të selefit, dikush ka me ditë një ajet e kështu me radhë. Mirë po, sa kish mi pas guxim me thonë që po pram elhamdulillah kur e kum bërë këtë vepër e kum bën me idenë që ma shton dashnin për Allah. Edhe që 2-3 vjet që jam të marr me çka vlerë thelbin edhe esencën kryesore pse jam përkushtuar se kjo është me mashtu dashnin për Allah. Tash ti veprën e ki, vlerën e ki, respekt. Amo kjo që të mungon, sidomethënie, që kjo ta shton dashnin për Allah. Edhe si synim është dashnin për Allah, kjo është koca mungesë e madhe. Për shkak është fjala. Para se me kallëzu për çon vlerë po du me fol, është një pyetje. A mundot me jetu një lidhje nëse nuk është e dyanshme? A mundot më koni dashni jetë gjate, e qëndrueshme nëse nuk është e reciproke, nëse nuk është e ndërsjellë. Domthonë ti e do shumë dikan, a mos prit prej tij, ama ai nuk do. Ti pret ai nuk do. Ti pret ai nuk do, dhe çka do mos hom ti as ti mos kimë dosht, apo? Bile ka gjas që këtë çka ki do shumë, ka gjas me urrejt pastaj, apo? Se realisht çështu është koncepti i dashurisë, do të me përfunduar në reciprocitet. Tamam. Thot Allah subhanahu wa taala, thot i dur Allah sallallahu alaihi wasallam në hadith që është Imam Ahmedi, Shoaib thotë që hadithi është hasan. Për Enesit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna lillahi ahlina minan nas." Disa njerëz janë njerëz të Allahit. Është përdor ajo fjala ahl në arabisht sikur shembull kur fol për njerëz të shtëpisë ti, apo? Do të pyes kush janë i cili shtëpi je ti, apo ose që ta janë njerëz të shtëpisë time, çka i bën është nona, baba, vëllau, motra, njerëz më të afërt janë ahl, apo? Njerëz më të afërt. Allah është i pa fillim edhe i pa mbarim. Allah s'ka as bashortë, as nuk ka fëmijë. Allah është absolut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, Allahu disa njerëz i ka njerëz, domethënë të vetit. Apo sigur njëri që i ka njerëz të shtëpisë, do njerëz janë shumë të afërt. Kështu që me përshtat ndoshta ma kapshëm, do njerëz janë njerëzit më të afërt të Allahut. Do njerëz janë njerëzit më të afërt të Allahut. Ç'kjo më të afërt të Allahut, çka konsiston? Dashnia, po. Zakonisht, moment që ti e pohon afërsinë, je të pohu edhe dashnin. Thot, për njerëzve ka të atill që janë njerëz të Allahut. Thot, faqila man ahlullahi minhum.
i është thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush janë çta njerëz të Allahut? Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Njerëz të Kuranit janë njerëz të Allahut. Ata që janë me Kuranin ata që janë bo me Kuranin si me njerëz të shtëpisë, ata që janë familiarizuar me Kuranin, që ata janë njerëz të Allahut subhanahu wa taala dhe khassatuhu, më të veçantit e Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, këta e kanë dashur Kuranin, rrjedhimisht e kanë dashur Allahun, rrjedhimisht i ka dashur Allahu. Edhe është bërë dashnia e dyanshme. Ti e do Kuranin, e do Allahun. E do Allahun, Allahu do tyje, Allahu subhanahu wa taala. A ka argumente të tjera për çka do të thonë? E shënon Imam Buhariu pe Aishës radhiyallahu anha, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariya. E ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një burr dhe ja ka dhënë si detyrë ti me e kontrollua dhe me udhëheq një qet të luftës. Kanë shku qet 20 vet, 30, sa mund të më konë qeta, kanë shku në luftë dikon, e kanë ti je i pari këtyne, ti e komandanti i tyne. Thot wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwa Allahu ahad. Thot ai del ke imam, e kjo rregull të natë e sunetit, e iftarët e islamit, prisit ju dalin njerëzve imam. Ndaj të na nuk është detyrë e vogël me dal imam. A është e qartë? Shembull ti thu, unë nuk më mor me mësu Kur'anin, nuk më mor me di më shumë ti imam u bë? Po, më bë imam është punë e madhe. Më bë imam është punë e madhe. Edhe thot, del ke imam, ja fal ke namazin, e thot ser që kënoj ke Kur'an, kënoj ke pjesë, çka kënoj ke, fund thot e kënoj ke kulu Allahin. Gjithë e kishte si qef, mos i të kënoje, fund me përfundu me surën El-Ikhlas. فقال سلوه thot ورجعوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Ardhën edhe pikazon Rasulullah, ja Rasulullah, po më nisën çuditshëm, disa ditë, disa javë kam me kët, sa herë që kënoj ke në fund e kënoj ke kulu Allahin. Thot selu li ay shay'in yasna'u dhalik. Shko vetë në pyetnë, pse po bën kështu? Pse ti sa herë që po kënon Kur'an, po e përfundon me surën El-Ikhlas? Thot fasaluhu faqal. E pyetën edhe i tha, li annaha sifatu ar-Rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Tha unë e kënoj tha surën Ikhlas se aty përmenet përshkrimi edhe cilësia Allahut e unë ndu me lezu, se bëhet fjalë për Zotin tem që e du shumë. Aty po folet për Zotin tem, surja Ikhlas fol veç për Allahun subhanahu wa taala. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Shkoni kallzoni se Allahu e do kët. Mos i ti e do Kur'anin, edhe i do ajetet ku folet për Allahun, dihet se edhe ty Allahu te bareke ve taala domethënë do. Domethënë, pse po e doj ka Allahu subhanahu wa taala kët? Sepse ky e doj ka Allahun, mirë po kët dashni për Allahun subhanahu wa taala e manifestoi ka nëpërmjet dashnisë për fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj shkaku i parë dhe këtë e shënonin, shkaku i parë që shton njerëzve dashnin për Allahun subhanahu wa taala është leximi i Kuranit me meditim dhe vërejtim të domethënieve. Leximi i Kuranit me meditim dhe vërejtim të domethënieve. Domethënë ky e ka dashur Allahun, e ka dashur Kuranin, i ka dashur domethëniet e surës El-Ikhlas dhe ka fituar dashninë e Allahut. Edhe ju ka shtuar dashnia për Allahun dhe Allahu te bareke ve taala domethënë e ka dashur. Ndaj realisht kjo temë shumë e gjon, dhe në fakt është pjesë e plan programit që është duke e shpjeguar Hoxha Ahad Dërguti te vargu ligjëratave që është stolisja e lexuesit të Kuranit, e që shumica domethënë që mund të thuhen këtu nuk mund mi përmend për arsye që është e mjaftueshme është ka e shpjegon inshallah Hoxha Ahad dhe elhamdulillah, domethënë ju keni me marrë këtë seri në plotësi, keni me marrë shënimet, keni me përsërit, keni me mësuar argumentet, interpretimet, zbërthimet e Hoxhës së kështu me radhë, kështu që ndërtimin e kësaj teme keni me pas për këtë, domethënë vargu i mësimeve të Hoxhës Ahad, domethënë bazën, zgjerimin në ndërtimin e plotë që mundi me marrë prej kësaj serie. Mirë po mu më takon mi përmend vetëm disa dobi. Dhe këto dobi mund të mos duken metodologjike në kuptimin e ndërtimit të temës, po kjo nuk kupton që ndërtimin e bani me mësimet e Hoxhës Ahad. Ku është thelbi? Tash po kthehemi me një diskutim për me hallakat me e gjetë çfarë logjikën dhe filozofinë. Ku është thelbi që tu lexu Kur'an çto dashnia për Allahun? Na apo thomi se imani lidhet me dashnin, vepra lidhet me dashnin, ibadeti lidhet me dashnin, këtë kjo lidhet me dashnin. E që kjo ushtoj ka me leximin e Kuranit. Domethënë, ti thu fjala vija për shembull, po du me e pasën më cilësor namazin e sabaut në jetën time.
Për me pas më cilësot, do të me pas më shumë dashni. Që i bie, nëse ti do të këtë rezultat, investon të ku? Të Kurani, do më hanën. Nëse i të lexu, lexon më shumë. Nëse i të lexu pak, e shton virdin. Nëse s'ki hevz, e shton hevzën. Nëse s'ki lexim tefsirit, ja nis me lexu ka pak edhe tefsir. E kështu me radhë, do më hanë. Ja nis me investuar në Kur'an, ku dalin rezultatet? Në ibadetet e tjera. Pse dalin rezultatet e ibadetet e tjera? Sa ato ibadete janë të lidhur me dashnin. E me shka shtohet dashnia? Shtohet të lezu fjalën Allahu subhanahu wa taala. Ku është thelbi? Ku është esenca për me kuptu që me leximin e Kuranit ty shtohet dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Thelbi ndër vëllezër është tek 3 të vërteta, dhe kjo është realisht ligjërata e sotme. E vërteta e parë thotë kështu: dashuria për fjalën është dashuri për folësin. Dashuria për fjalën është dashuri për folësin. Në veçanti na e kena në konsiderat që fjalën e Allahu subhanahu wa taala, domethënë na ka begatuar Allahu te barekuhu teala me pasën mushaf. Na ka nëpërmjet shpalljes, nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam, edhe deri te i dërguari i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Mirë po keni në konsiderat. Na kur e lexojmë fjalën e Allahut, keni vëmendjen këtu? Na nuk e kena një hatme në Ramazan. Na do fol për shembulltyrat. Nuk e ka një hatme në Ramazan. Virdi i Kuranit është përditshmëri. Dhe fjala vird, gjuhën arabe, përdoret sikurse, domethënë në bazën fillestare përdoret njerëzit kur i çojnë me pi ujë kafsht. Domethënë, tek ato gurrat e ujit, ato krojt e ujit, ku shkojnë me pi ujë, kjo quhet vird në gjuhën arabe. Sikurse domethënë në përditshmëri ti dush me pi. Në përditshmëri ti dush me flladit shpirtin tanë. Në përditshmëri ti dush me ujit këtë rrojnë që ti e ki mrena. E ki rrojnë e dashnis, ti dush me ujit përditshmëri. Domethënë ti përdit kur të lexosh, përdit i çon ujë çsaj rrojës për mu rrit. Kur të rritet, na çsaj rrojë që rritet ne i thomi dashni për Allahun subhanahu wa taala. Sepse keni vëmendjen, është leximi i përditshëm, është ripërtrirja e pandalshme. Ripërtrirja e pandalshme. Sa nis mu vjetru lidhja te ripërtrin. Sa nis mu ftoftë te ripërtrin. Sa nis mu kriju një distancë ti me lenë Allah subhanahu wa taala, domethënë e ripërtrin. Ndaj, a e ripërtrin ti vetëm lidhjen me fjalën apo natyrshëm me folsin? Kurani fjala kujt? Kush ka folë me çka fjalë? Ka folë Allah subhanahu wa taala. Për me pas më thjesht, po du më kthyem në një shembull, ose shembulli më i lartë i takon Allah subhanahu wa taala. Me dikë që ki më shumë muhabet, me dikë që ki më shumë komunikim, rrjedhimisht edhe do më shumë. Shembull, fjala bie që tash në këto ditë. Me çat vllajin që e keni dhomë, ose që i keni cimerat dhomat afër, të bë më shumë me bë muhabet. Edhe rrjedhimisht afrohesh më shumë. Ndërkaq për shembull, dikë që ndoshta dikush të ka folë shumë fjalë të mira, po domethënë, s'të kon vrej që do e respektoj, po s'kom pas shumë rast me bë muhabet me të. Domethënë, biseda dhe komunikimi është treguesi i afërsisë dhe i dashnisë. Dhe rrjedhimisht e kundërta. E kundërta, heshtja tregon mungesë dashnie. Tup muhabeti me dikën shasë do. Apo rre po nuk vesh këshyrnë, nuk folni. Domethënë, heshtja është tregues i mungesës së dashnisë. Çi bie? Sa më shumë që lexon Kur'anin ti në komunikim me Allahun subhanahu wa taala. Edhe çdo dashnia me atë i cili ka folë me këtë Kur'an. Edhe sa më shumë që rri i heshtur dhe s'ki komunikim me Kur'anin, dobësohet dashnia me atë i cili domethënë ka folë me këtë Kur'an. A kena këtë domethënie diku që na e forcon? Thot Imam Nevaviu që Hasani i biri i Aliut pas ka thonë: Inna man kana qablakum ra'u al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Ata që ishin para jush, Kur'anin e shifshin sikur letra dhe mesazhe prej Zotit të tyre. Kuptimin që sikur kur je diku mbi larg, apo dikush ta çon, domethënë një letër. Për shembull, ti fjala bie, edhe pse shumë më i lartë on Allahut, ti tash e di fjala bie që të shtëpia janë krejt mirë, të shtëpia janë krejt në rregull, vjeta e tyne është në përditshmërinë e tyne, ti je në një përditshmëri tjetër, mirë po një mesazh si po kalon apo e ndjen një lloj afërsie, një lloj domethënë unsi, një lloj shoqënimi edhe dashnie. Thot fa kanu yatadabbarunaha bil-layl wa yatafaqadunaha fi an-nahar. Thot me që e shifnin Kur'anin si mesazh për Allahut, natën e meditojshin, e ditën jetojshin me ta. Natën e meditojshin, ditën jetojshin me ta. E sidomos kur shtohet shumë dashnia, edhe mesazhi më i vogël i atij që ti e do, për ty është shumë mesazh i madh. Për ty
Për shembull, dikush fjala bie ka një mesazh prej gjyshit të vet, edhe thjesht ja ka shpreh një emocion. Ka thonë du shumë. Ai ka ndruar që disa vite, po ky nuk e fshin mesazhin. Apo nuk e fshin mesazhin. Pse nuk e fshin mesazhin? Shkaku i dasnisë. Ose tjetri për shembull, as numrin nuk ja fshin. Pse nuk e fshin numrin? Që do me kallëzu se është një lidhje. Mesazhi. Domethënë, e vërteta e parë, dashuria për fjalën është dashuri për folësin. Ndaj na thomi, nëse ti do mu dashuru më shumë me këtë folës, duhesh me pas lidhje më të fuqishëm me fjalën e këtij i cili ka folë, që është Allahu subhanahu wa taala dhe Kurani i tij. E vërteta e dytë thotë kështu. Mundësia e komunikimit të afërt është tregues i thirrjes për afrim. Mundësia e komunikimit të afërt. Kur dikush të jep mundësinë, më koni afërt në komunikim me të. Mundësia e komunikimit të afërt është tregues i thirrjes për afrim. Thot Ibn Salahi, për ulemave të hershëm, thot kështu: Qira'atul Qur'ani karamatun akrama Allahu biha al-ins. Thot leximi i Kuranit është një nderim që Allahu a ka bërë njerëzve. Ka pas një diskutim, a mundën me lexu Kur'an besimtarët për gjinëve, e rëndësishme. Leximi i Kuranit është keramet, është nderim që Allahu subhanahu wa taala u a ka mundsuar njerëzve. A ka mujtë Allahu subhanahu wa taala me na shpall, me na ullzu, me na dhënën shumë çka pa Kuranin, pa libra. Kështu logjikisht nuk është e pamundshme. Mirë po Allahu ka dashur me na nderu. Edhe fjalën e tij që ai ka folë me të na e ka zbrit neve. Edhe na e ka lënë të mundshme me lexu. Na e ka lënë të mundshme me lexu. Tash, për me mujt me e kuptu. A ka gjas për shembull, ti ndoshta do më afru me dikan, ama ai s'ta jep shansën. Ti e përshëndet, ai ti ignoron. Ti fol, ai stanon veshin. Ti shkruan mesazh, ai nuk ta kthen mesazhin. A ka mundësi edhe ky komunikim? Ekziston ky komunikim. Kur dikush ti për shembull jep selam, fjala bie, për shembull. E ke gjetë numrin e dikujt që ti ke shumë respekt dhe dashni për të. Një dietar ose një dikush e kështu me radhë. Edhe ti shkruan mesazh edhe ai më njëherë ta kthen mesazhin. Ndoshta e pyet në përditshmërinë e tij dhe ai më njëherë përgjigjet. Ndoshta bën pyetje edhe ai më njëherë të jep kohë. A e nënkupton ti që, domethënë, ai po të jep hapësirë për më afru? A e nënkupton çështu? Në rregull. Çish e kupton ti që Allah ta ka mësuar me lexu fjalën e tij? Ti duhet të kupton në këtë formë. Ta ka dhënë këtë mundësi të komunikimit që më afru me ta. Afrimi është e barabartë dashni. Përderisa ta ka dhënë mundësinë, ta ka kallëzuar se nëse do më mdosh më shumë, lexo më fjalën time më shumë. Lidhu me fjalën time më shumë. Meditoj fjalën time më shumë. Familiarizohu me fjalën time më shumë, ti më ke më dash mua, domethënë më shumë. Nëse për ty më dash Allahun është synim i madh, atëherë ti e ke mesazh shumë të qartë. Përderisa Allahu neve na ka begatu me lexu Kur'anin, atëherë kjo është një formë prej formave të thirrjes që Allahu na e ka lënë derën që te unë mundi më afru nëpërmjet domethënë fjalës time. Ndaj e keni konsiderat në diçka që besoj është shumë thelbësore për me kuptu jo vetëm këtë pjesë, por edhe pjesët e tjera. Shumë ka rëndësi ti ja do më afru. Është i qartë? Se mesazhet që dera o qel janë të qarta. Mesazhet, për shembull dikush thotë shembull, çtu dita për shembull s'keni telefona, edhe krijohet një boshllëk nëse në përditshmëri ti ke nejt me telefon. Edhe ti vesh e mundesh me kuptu që çaj produkt, çaj content toksik, që ato helme të pas kanë pengu më konë ma i lidhët me dosene më të mira. Se të arse një kohë, të ta morë kohën, tani për atë senin e mirë ti s'ke kohë. Edhe pastaj, ti mundesh me një moshë shumë të re, me pas probleme që ndoshta njerëzit në kaluamën mas një ngarkese të madhe të jetës i kanë pas çdo probleme. Ti i ki sot shumë i ri. Pse e ki? Se realisht ti e kriju për me dashur Allahun, aty e tu lidh me senet kota. Edhe Allahu nuk e ndron formulën për ty. Allahu nuk e ndron ligjin për ty. Për shembull, a ligj që uji lag, zjarri djeg e kështu me radhë. Këto janë ligjet e Allahut. Për ty nuk ndrojnë këto. Ka raste mucize, keramete apo, ama pari ma ndrojnë? Nuk ndrojnë. Nuk ndron edhe ligji që Kurani është me ta mush zemrën, e senet e kota janë për me ta helmu zemrën.
edhe tash ti mos je rahat. Ti dush me hin terapi për me mujt me pa se përditshmëria ku mungon Kurani është një përditshmëri e zymt. Përditshmëria ku mungon Kurani është një jetë e rëndë. Përditshmëria kur mungon Kurani është ç'm e ka përcy ditën, ç'm e ka përcy javën. Është shumë bajat. Dyqysh u bëjeta veç rregulla apo obligime, shkon në shkollë, ktheu kur po vi këta, bëje kët, bëje atë apo jo, ti nuk i keni fare problemi. Ti thjesht do dosh me funksionu jashtë formulës, ama Allahu se ndron formulën. Allahu se ndron formulën për ty. Do me jetu i lumtur, lidho me fjalën e Allahut. Do me jetu i hutum, mjegulla, s'dish çka me bën, ç'më ka përcy ditën. Zhytu në botën e internetit, zhytu jetën virtuale, zhytu na për shortsa, zhytu na për reelsa, këshir lloj video, këshir lloj kontenti, ka mu bë këtu lamsh. Ç'ky lamsh? Mu kontin 40 vjet nuk mundesh me zgjidh. Me pasën inteligjencën edhe pjekurinë e 40 vjeçarit s'mundet me zgjidh. Imagjino ti i 15 vjet, i ki 12 vjet, i ki 17 vjet, ç'ky me zgjidh? S'mundesh me zgjidh. E pastaj kur nuk mundesh me zgjidh, ti mundesh me thonë, tamam, po këta pabesimtarë ta çjetojnë, pse ti mendon se pabesimtarët vujtjen edhe dëshpërimin, edhe jetën e keqe, e qesin ashiqarë, me thonë njerëz në atë çtu jetu keq, ata janë të edukuar pimë vegjeli që para botës do të më dalë mirë. Për këtë arsye për shkak pabesimtarët mrena në shtëpi janë shumë papastër, edhe janë shumë domethënë të pasistemum. Kur dalin jashtë do të më tregu të edukum, se çashtu janë të edukum ata. Aparencën, shfaqjen, paraqitjen me botën me pas shumë nivel. Ama pse mrena je zift, je keq, domethënë nuk ka gojle. Me po problemi aty ku është se tu mos e lexu Kur'anin, ti më shumë i beson aparencës së pabesimtarëve se sa përshkrimit që ja ban Allahu. Se Allahu na ka kallëzuar se kush nuk është rrugën e Allahut ka danka, jetë ngushtë, ai s'ka jetë lumtur. Amu të e pati aparencën e aktrimit, më shumë ajo të lën përshtypje se sa domethënë premtimi edhe përshkrimi, domethënë i Allahu subhanahu wa taala. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se ka ndodhur një boshllëk. E ti që këtë boshllëkin po do me mush me diçka tjetër. Kjo arsye është një rrëfim i dikujt prej muslimanëve që ka marrë pjesë për konferencat mjekësisë kështu më radh, edhe ka dashur ata janë konkret mjek, janë kon secili ka ardhi ka prua kërkimet e tij të fundit, zbulimet e tij të fundit mjekësi, edhe i ka thonën, po du m'ja bëni pyetje juve që sa orina, që sa ditin atu kallëzue për zemrën, për mëlçin, për veshkën, për atë për këtë, thot, pse ju nuk mendoni për këtë Zot fuqiplot që i ka krijuar. Domthon për ju është shumë madhështore, domthon hulumtimi jot që ti një vit ke hulumtuar është hulumtim madhështor. A ky që e ka krijuar nuk është madhështor? Edhe pastaj thot aty në një prej përshimeve thot, ju kum bë davet me nisen. E që unë po më vjen keq se na do tash muslimanëve i bë davet me çeket. Ai ka bë pabesimtarëve, na do të më bë muslimanëve, madje edhe fëmijëve të muslimanëve. I thot nëse ti do mi kënaq syt. Nëse ti do mi kënaq syt, me çka i kënaq syt? Ata kanë thonë, po është natyrshme, i kënaq me një pamje të bukur, shkon e sheh animal, detin, apo pse një pamje të bukur. Thot nëse do mi kënaq vesht, thot po fjala bie një fjala zhurmë e ujit, lumejve, apo ose një zhurmë e këndshme ose një zonjë këndshme dhe relaksohet ose një prej shpendëve dëgjon domethënë cicërimet e tyre kështu më. Thot në rregull thot. Thot nëse ti do me shiu diçka. Thot e hani ambëlsir apo në rregull. Thot a konsideroni që është njëri normal, dikush i cili me formulën e veshëve do mi kënaq syt, me formulën e syve do mi kënaq vesht? Thot jo nuk është normal. E thot ju ç'po doni me përmbush zemrën? Me muzikë. Thot kjo nuk është formula e zemrës. Ç'po doni me kënaq në zemrën? Me lidhje haram me xhinin e kundërt? Thot kjo nuk është formula e zemrës. Thot ju jeni të dash me ushqy zemrën me çka e smun. Përsa thot ju smuni me ardhente të lumturia. Ndaj, që kjo pjesa që ti në përditshmëri duhesh me kuptu që Allah ta ka qel derën. Dera o qel, thirrja është e qartë, do me jetu i lumtur, mush e jetën me Kur'an. Do me jetu e bosh, do me jetu i mjegull, do me jetu i hutum, do me jetu i paqartë, do me jetu të surollat, shpërndaju, s'është problem. E ki prind shumë, domethënë tolerant, e ki familjen që ta japin lirinë e plot, mu zhyt në botën e internetit, zhyto, a mu pasojat vetë kimi paguj. Para se mi pagu dhe në ditën e gjykimit kimi pagu këtu. Këtu kimi pagu ku shumë herë në jetë ka mu të bo shumë sen bajat. Shumë sen në jetë kanë mu konën shumë të kota kështu më radhë, sepse zemra u kriju me dashtë Allahun, jo mi dashtë të senet e kota. Zemra është kriju me dashtë Allahun dhe më mush me dashnien për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe vërteta e tretë dhe fundit, leximi i rregullt konsiston shoqërim. Leximi i rregullt, domethënë i Kuranit,
konsiston shoqërim. Kurse dashuria ndjellet në afërsi. Kurse dashuria ndjellet në afërsi. A është e qartë si fjali? Po e përsëris sa njerë. Leximi i rregullt konsiston shoqërim, kurse dashuria ndjellet në afërsi. Domethënë, ti kur e përsërit shumë një diçka, me gjas ki mu lidh me qatë. A është i qartë? Për shembull, prej vegjeli, fjala bie për shembull ke qenë që e ki pas më shpesh në praktikën në përditshmërinë tonë një lloj loje. Domethënë, fakti që e ki bë më shpesh, e ki përsërit, e keni lidhje, madje edhe nëse e ki ndërprej, fjala bie 10 vjet se ki luajt çat lojë, moment që e lund ngjallet i nostalgji, sepse e ki përsërit. Kur diçka përsëritet shumë, krijon domethënë lidhje. Ndërkaq, kur ti një diçkaje i qasësh nga çdo anë, krijon familiarizim edhe domethënë shihem. Ç'i bie? I afrohesh Kuranit pika leximi, i afrohesh Kuranit pika hifzi, i afrohesh Kuranit pika meditimi, i afrohesh Kuranit prej kashimi ti duke lexuar namaznatë, i afrohesh nga çdo anë, mos mëron ti familiarizohesh. Ç'kjo fjala familiarizim? Apo ju qënë të ahlullahi wa khasatu? Apo njerëz të Allahit edhe të veçantit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, për më koni veçant edhe njeri Allahut, edhe i afërt i Allahu subhanahu wa ta'ala, ti duhesh me u shoqënu me Kur'anin, jo me e lexu. Domthon, veç me e lexu nuk mrrin çto. Jo veç me mësu përmend 1-2-3 xhuza. Jo veç kur vjen momenti me shku për shembull në xhami ose në mekteb me mësu 1-3 rreshta, domethënë e kryta si kod ditor edhe tamam me kthy këtë si mekanizëm edhe si projekt që veç duhet m'ia bëj domethënë një tik që e krytëm. A është i qartë? Duhet me shoqënu. Tash, ti kur je në shkollë, diku ne i thu dost, diku ne i thu shok, diku ne i thu shok i ngosht, apo diku ne i thue koleg, diku ne i thu shok klase, për sesën e keni emër. Aty pse e ke për sesën e emër, se ti nuk do mi barazu krejt. Nuk do mi barazu krejt. Çka lidhja jote me Kur'anin? A është lidhje kontakti? A është lidhje rastësie, u pa me Kur'anin? Ose lidhje e pashpjegueshme, thjesht prend po na çojmë mësu Kur'an? Apo është lidhje shoqënimi, e ndjen afërsinë e tij. E ndjen që, domethënë, o të shoqënu një jetë. Nuk mund të më kanë shoqërues, ndërkaq domethënë ti e çel Kur'anin në njoft. Nuk mund të më kanë shoqërues, nëse ti Kur'anin e kino vesh kur ki super kot lirë, apo absolutisht në mund këtë senet e tjera, pite qefi më i vogël deri te obligimi më i madh i jetës, këtë i ke kryer tani nëse kam diçka për Kur'anin. Kjo nuk është shoqënim. Kisha pas dëshirë me ju metën për kësaj ligjate vetëm fjala shoqërues. E ka përmendur edhe Xhablerim te ligjata e parë që e kena marrë për xhuzin e parë. Vesh fjala shoqënim, merrne edhe mjellën në jetë. Fjalën shoqërues i Kur'anit. Shoqërues i Kur'anit. Edhe vetne ju kisha lut, mos i të kryej seminari ose edhe çdo dita, të paktën një muj vetën, një herë mëna ditës. A jam shoqërues i Kur'anit? A nuk jam shoqërues i Kur'anit? Jo, a jam hafiz i Kur'anit. Mu fjala hafiz i Kur'anit, edhe pse është sukses i madh dhe lut Allahun keve më, edhe pse elhamdulillah, domethënë jeni në çatull. Po mu bë shoqërues të Kur'anit. Sepse ai i cili është shoqërues i Kur'anit është më i madh se hafiz i Kur'anit. Ai që është shoqërues i Kur'anit është më i madh se sa ndoshta edhe një kurra që i di dhe kirajetet. Pse? Se ky nuk e ka lidh me tituj, nuk e ka lidh me epitete. Ky e ka lidh me çket emër që është emri i ahiretit, nuk ka kësaj dynjoje. Kjo është emri i ahiretit, në ahiret kemi ja pa hajrin këtij emrit. Cili është ky emër? E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Albani thotë hadithu sahih për Abdullah ibn Amrit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë yuqalu li sahibil Qur'an. I thuhet në ditën e gjykimit shoqëruesit Kur'anit, njerit Kur'anit, ai i cili ka nejt tankohen me Kur'anin. Jo hafizit, nuk po thot hafiz, edhe pse nën kuptohet që ky është hafiz. Nën kuptohet që ky lexon për ditë, nën kuptohet që ky ka hatme rregullisht. Nën kuptohet që ky interesohet çka i bëj çka ajet, çka i bëj çka fjalën çka sure, apo ky interesohet për tefsirin, e mediton. Thot yuqalu li sahibil Qur'an اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. I thua shoqëruesit të Kuranit në ditën e gjykimit, lexo dhe ngritu. Lexo dhe ngritu tek Allahu subhanahu, se je ngritin dynjë me dashni për Allahun. Të e dash fjalën e tij. Lexo dhe ngritu dhe lexo dhe recito çysh je kon të recituar në dynjë, se ti e ke recituar rregullisht. Mirë po, a mund të më thonën
recitoje çysh e ke recituar në dynjë gjatë Ramazaneve. Allah e thot, lexoje çysh e ke lexuar në dynjë, do thonë, jetën tonë dynjës Kurani e ka shoqëruar. A është i qartë? Për shembull, fjala bia shkolla e mesme, a përcakton jetën tonë? Ajo 3-4 vjet. A e kupton? Shembull, nëse fjala bia te keni cilësi e ke pasën shkollën e mesme çfarë cilësi? Thu, ajo cilësia ose ajo fjali ose ajo shprehje që e ke pasën të mesme, automatikisht nënkuptohet që jetë e ngushtuar kohën sa e ke pasë çfarë cilësi. Ama në pleçnim e thonë, ta në jetën e ke pas marak që këtë cilësi, ose e ke pas që këtë shprehi praktik. E Allah subhanahu wa taala i thot njerit të Kuranit, ditën e gjykimit, lexo çysh ke lexuar në dynjë, thonë ta në jetën të ke lexuar. Edhe thot se veni jot, shkalla jote, grada jote është te ajeti i fundit që ke lexuar. Mon çat sa e koni përkushtuar edhe ke memorizuar edhe ke shiju edhe ke jetuar me ta, që aty e kije domethënë venin në xhenet inshallah. Mirë po kuna i thot li sahibil Kur'an, shoqëruesit Kuranit. Shoqëruesit të Kuranit. A je shoqëruesi Kuranit nëse vetëm çat kur e kije me knu xhuzin para hoxhës që atëre përsërit? A je shoqëruesi Kuranit vetë kur vjen Ramazani dhe që aty angazhohesh? A je shoqëruesi Kuranit vetë kur vjen në gare Kuranit që angazhohesh? A je shoqëruesi Kuranit vetë kur thot e kiç këtë problem me banet që ketë edhe cila përsëri që mund të japësh këtë problem? Nuk je shoqërues. Ti je ki kontakt me Kuranin. A është qartë? Ki kontakt me Kuranin. Të uroj të bëhet lidhje. Lidhje me afërsi derisa të bëhesh shoqërues. Kur të bëhesh shoqërues, tani inshallah kemi pa rezultatet. Një për rezultateve është e habitshme që ky hadith, domethënieve që i ka, është me të kallëzuar se çka që kjo shoqëni ja ka vlejt, keni vëmendjen? Mu kon shok me Kuranin, mu shoqënu me Kuranin. Çka që ja ka vlejt, Allahu subhane prej në berzakh do me të kallëzuar se kjo kon shoqëni që ja ka vlejt. Ala pa nisën partë e xhenetit edhe domethënë dita e gjykimit dhe llogaria. E shënon Imam Ahmedi, Imam Ibn Majah prej Abdullah ibn Buraides, që Albani thotë që mund të më kon hadithi hasan, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Wa inna al-Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru." Thot del Kurani me e taku shoqëruesin e vet, nuk thot lexuesin, nuk thot hafizin, thot shoqëruesin e vet. Thot moment që çelët vorri për ngjallje, skena e parë vën Kurani në formë, domethënë personifikohet me taku. Edhe fa yaqulu lahu hal ta'rifuni, ai thot Kurani këtij shoqëruesit vet, thot apo më nje? Thot ma arifuka, thot njo se i ka ardhur me një formë tjetër. Ana sahibuka al-Quran. Unë jam shoqëruesi i atë Kuranit. Unë jam shok jot. Përdesa ti më ke pas shok, edhe unë ty të kam shok. Përdesa unë kam qenë shoqëruesi yt, edhe ti je shoqëruesi jam. Se kjo është raporti dyanshëm. Thot unë jam shoqëruesi i atë Kuranit, alladhi adhma'tuka fil hawajir, që shpesh të kom lënën në ditët e nxehta në etje, tu përsërit Kur'an, tu lexu Kur'an. Thot wa ashartu leylak, shpesh të kom lënë natën pa gjumë. Tu përsërit, tu lexu, tu shkoj në namaz natë. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Se njeri, se tregtari i rri zot edhe i rri gati tregtisë vet. Apo? Që ka tregtia jote nuk vend dikush tjetër, mu bë marra kar malli, s'kar malli, janë pague mallrat, janë pagu, kena dalë me fitim, s'kena dalë me fitim. I thot Kurani, shoqëruesit vet, thot wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Secili tregtari rri hazër tregtisë vet. Thot wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijara. Edhe ti tash je te tijareti jot. Ti tash je te tregtia jote. Ki bë tregti me Kur'an. Fa yu'ta al-mulka bi yamin. Thot i jepet sundimi, i jepet mbretënia me pigonës së djathtë. Wal khulda bi shimali, edhe i jepet përjetësia prej ka majtë e tij. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Edhe i vendoset në kokë kurora e nderimit, kurora e madhështisë, kurora që ti je njeri i madh. A di pse i madh? Se ti ke ditë me kanë më bosh shoqërues. Ti ke ditë që ja ka vlejt më kon shoqërues i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Allahu sallallahu subhanahu wa taala keve me na bosh shoqërues të Kuranit, me na shtu dashnie në përmjet Kuranit, me na bë Kuranin që çdo ditë më shumë u lidh më shumë me të, edhe me e shiu më shumë. Ja tani ky Kuran, ky lexim, ky përkushtim, ky hifz, ky meditim, ky tefsir,
me na lidh më shumë me Allahun subhanahu wa taala, me na i rënit prioritetet e jetës, me na i mush ditën, me na i bë ditën e bukur edhe natën e bukur. Me prit me qef ditën që kena me lezu Kur'an, me prit me qef natën që kena me lezu Kur'an. Kryet një projekt i Kur'anit, lumturomo që nismi tjetrin. Kryet hevze i përkushtohemi edhe më shumë meditimit. Kryet edhe pse nuk ka mundësi mu kry përfundisht, domethënë meditimi, po pastaj përkushtohesh fjala bie ti mësu dikujt, po pastaj përkushtohesh të e shtihen programin e virdit natës. Domethënë tan jetën me jetu me programet të Kur'anit që më mor çket emër, shoqërues i Kur'anit. E kom dëgjuar, e kom përmend më shumë se një gjërat, edhe kom e përmend edhe në 10 inshallah, nëse Allah më jep ymër. E kom dëgjuar për një shehut në Saudi, thot nuk kom pa njeri që lexon Kur'an, apo çështu lexon Kur'an. Jo Kur'an për me shku me bën një shenjë aty që e kryton një detyrë. Thot nuk kom pa njeri që lexon Kur'an shumë edhe thot s'po rrihet. Thot kur njes kom taku njeri që lexon Kur'an edhe thot s'po disha me bë. Ose mu ka bë dita bajat. Mu ka bë monoton që kjo përditshmëri. Thot s'ka njeri i Kur'anit. Shoqëruesi i Kur'anit thot kur njes kanë ndodhur. Edhe nëse dikush mundet me rrëzu kët, unë isha kon shumë kurashtar me ni. Amo shoqëruesi i Kur'anit që lundron nga deti në det, prej të hevzit të leximit të hatmët, pi të hatmët të namazi i natës, pi të namazi i natës të meditimi, prej të meditimit të përsëritja, prej të përsëritja të mësu dikujt, prej të ajo të tefsiri kështu me radhë, vazhdimisht jeton me Kur'anin. Nuk mundet ti njeri me armë thonën, domethënë më ka bë dita bajat, nota bajat, s'disha ç'më ka vërtet kohën. Elos Allah subhanahu wa taala më na bëu për njerëzit të Kur'anit dhe prej veçantëve të Allah subhanahu wa taala, pjesë të tjera inshallah i mësoni me hoxhën Ahad. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.